Kush është 36 vjeçari që dyshohet se abuzoi me vajzën e tij në Fier? Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Sheqish të Patosit, ku babai dyshohet se ka abuzuar seksualisht me vajzën e tij 12 vjeç. Bëhet fjala për shtetasin e identifikuar si Zamir Meta, 36 vjeç, baba i 7 fëmijëve, i cili dyshohet se ka abuzuar me vajzën e tij që kur ishte 5 vjeç. Në një intervistë për mediat, nëna e vajzës shprehet se bashkëshorti i saj duhet të marrë dënimin e merituar, teksa kërkon që autoritetet të hedhin syt nga ajo pasi është nënë e 7 fëmijëve dhe nuk ka asnjë mundësi ekonomike. E mitura aktualisht është marrë nga shteti për trajtim pasi kishte kaluar në depresion. Familja Meta kishte ardhur nga Gjermania para 20 muajsh pasi kishin qëndruar 5 vjet atje. Dëshmia e nënës së vajzës së përdhunuar: 13 vite jam e martuar. Vajza nuk më tregonte, por ishte agravuar sa iku nga shtëpia. Shkova në polici, atje i mora vesh të gjitha, më rasi bomb. Vajza ka kaluar në depresion. Ka thënë që 5 vjeçe në Gjermani. Burri mbante ekonominë e shtëpisë, të kalbet në burg dhe të marri dënimin e merituar. Ngjarjen e mora vesh në polici. Vajza ishte hedhur nga dritarja, kishte shkuar te komshia, ishte lajmëruar policia. Nuk e di arsyen pse kishte ikur. Vajza i kishte treguar të gjitha çfarë kishte bërë babai. Ai mund të më vriste edhe në gjumë. Ku dija gjë unë? Me mua vajza nuk fliste, vetëm ishte agravuar me vëllezërit dhe motrën, e merja me të mira, por nuk tregonte. Kam 7 fëmijë, më ka ikur mendja për vajzën, mezi kam rritur. Burri her blinte her jo, por shtyeshim. Më ra halli madh me vajzën, por edhe nuk kam stre, as të ardhura. Buk nuk kam për fëmijët, ju lutem, ju përgjërohem, më ndihmoni të kem një stre afër. Ai që më përdhunoi vajzën të marrë dënimin e merituar. Unë i dhurova 7 ëngjëj, ishim në Gjermani dhe na kanë kthyer, ka treguar nëna e vajzës.